Vetëm pak ditë na ndaj nga zgjedhjet e 23 qershorit, ku mijëra shqiptar do të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në parlamentin e 4 viteve të ardhshme. Të gjithë shqiptarët që janë mbi moshën 18 vjeç do të kenë mundësi të shprehin vullnetin e tyre në këto zgjedhje. Por ka dhe kategori të tjera qytetarësh, të cilët janë në kushte specifike për të votuar, dhe bëhet fjalë për personat që janë mbi 100 vjeç. Në qytetin e Elbasanit, aktualisht në gjendjen civile rezultojnë të jenë 11 persona të regjistruar, por që nuk do të kenë mundësi të votojnë. Kjo sepse këta persona nuk rezultojnë në listat zgjedhore. Sipas drejtorit të gjendjes civile Elbasan, Lavdim Gjozaj, shprehet se këta persona nuk janë paraqitur në gjendjen civile. Gjozaj shprehet se me një vendim të posaçëm nga ministria, këta persona janë të bllokuar deri në momentin që ato paraqiten pranë zyrave të gjendjes civile, ku ofrohet shërbimi në bazë të ligjit. Të gjithë personat që kanë mbushur 100 vjeç janë të bllokuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe nuk janë të regjistruar në listat për votimet e vitit 2013. Sa është numri i këtyre në Elbasan? Numri i përgjithshëm është shumë i vogël, 11 vet janë, të cilët janë të bllokuar. Në qoftë se këto persona paraqiten që në votim to nuk mund votojnë sepse këto nuk janë të përfshirë në listat e votimit. Në qoftë se gjatë kohës që ne punonim me listat e votimit, do të ishin paraqitur pranë zyrave gjendje civile, këta persona do të ishin regjistruar dhe normalisht do të merrin pjesë në votime. Po, a janë të regjistruar në zyrat e gjendjes civile këto? Këto janë të regjistruar në zyrat e gjendjes civile, por janë të bllokuar me vendim Drejtorisë Përgjithshme e Gjendjes Civile. Dhe sot për sot, këta nuk mund të zhbllokohen. Mbas zgjedhjeve, domethënë sipas problemeve të caktuara kur ata do të paraqiten këtu për arsye të ndryshme, që do të dihet që janë gjallë, detyrimisht do të komunikohet drejt për drejt me Drejtorinë e Përgjithshme e Gjendjes Civile për të shërbyer. Këto nuk kanë asnjë mundësi tani për të votuar, për arsye se listat përfundimtare zgjedhjeve kanë mbaruar, nëse gjatë periudhës që ndërtoheshin listat për zgjedhjet e vitit 2013 do të ishin paraqitur ata ose të afër familjes tyre, normal që do të ishin regjistruar për të votuar dhe do të votonin. Deri tani në zyrat e gjendjes civile nuk ka pasur persona që kanë mbushur moshën 100 vjeç dhe kanë kërkuar të votojnë apo të ofrohen shërbime të tjera.